Kemi një shtadishti, kemi një Einstein këtu në trio multimedia, një matematicien, i cili po më thot, ok, 100.000 bileta ke filmi Ermalit, herë 700.000, pas ka bërë Ermali me film. Shiko, ky është komenti i parë, sa herë neve nxjerrim shifra. Ju vjen nga komente? Po, është komenti i parë. Okay, në Shqipëri, po e çuditshme është që vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë na vinë neve këto. Jemi për të bërë llogaritë të tjera. Ne vdesëm më marrojmë çfarë. Po taktën mund t'i heqin të vëshën aty 700.000, mund të heqin share-in ton, mund të heqin share-in e Ermalit, mund të heqin përqindjen që merr qendra kinematografisë. Po e para është një meme kështu për dallë që del njëri thotë, you know how much it costs to build an iPhone? A dini sa kushton me ndërtu një iPhone? $1, $2, $10, më një gjë kështu midis këtyre numrave. Dhe domethënë ti mjafton të kesh haberin më minimal për teknologjinë për të thonë vëlla, çfarë po thon? Po. Kështu që thonim, ku bëhet gjithë ekspertët prodhimit e Po mirë, gjë e mirë është që ngjall interes, dhe realisht Ermali bëri shumë mirë për shkakun që e pa këtë gjë si një produkt. Sepse edhe kjo qasja që ne duhet të shkojmë gjithmonë t'i kërkojmë para shtetit, shteti nuk jep para dhe gjithmonë të ankohemi, mua më duket pak të thoya komunizëm.